vinja këtu, piva një kafe, këtu është një shef krimesh, një monster është ullur atje, e ka bedhur në Facebook, që monitoron dhe të gjithë Korçën këtu, po Korça nuk monitorohet, as nga mostrat e policisë, as nga mostrat e shikut, që po i vjezin, po i futi në burg me prokurorin e Korçës, të gjithë të djemtë dhe vajzat tona për 2 gram hashash. Korça është kjo, Niko Beleshi, po të akuzoj, pse tjetërsove martenitetin, identitetin e Korçës, i fute krate në natona në qymes, o Kalbësir, o Pler, o Niko Beleshi, po të zemë, pse ja dhe kunat i temë, orë tele, stadiumin e Korçës atje, ku anin bukë, që kishte histori, që duhe shëber muze, ti e ke këthyër në orëgji, me kunat i temë të orë tele. Niko Beleshi po të akuzoj, ke Belvedere italianët thanë, pamje bukur, doni të ngrinin e i stadium. Kurse ti, me oligarkine e Edvin Kristal Shrabës, krye Kalbësirës, jo që atë mrekulli Korçës. E qartë të zemë shumë, po të zemë për Shëngjershi këto, që e ke shtrirë për dhe e ke detyruar Korçën me një mason si Edvin Kristal Shraba që ta shkel më këmbë, po ne nuk e shkeli më këmbë, krishtërimin, ortodoksinë, ashtu e si atë xhami atje, që para martenitetit e kenen pa e ngritur. Ky je Niko Beleshi, ti je pjesa me keqe krimit. Korçarë, vrajni frikën, unë ka folur disa herë, sot më kërcënuan, ma kanë shtuar atë dozën, ma kanë bërë 4 milion leka, po unë nuk jam si ca Korçarë, që ty në Big Brother ose të flasë. Jam kolekcionisti i licencuar shqiptar Gjergjithimo, me vlerat të kombëtare, me 670 ikona që krye Kalbësira, hajduti ikonave shqiptare, Edvin Kristal Shraba, i burgosu në Paris, kam thënë me numurin A, L, 1, 9, 6, 1, 3, 8, ka qenë i burgosur dhe prokuroria, shiku, të gjithë institucionet ndërkombëtare, edhe ky SPAK-u i nderuar, nuk ta ka frikën SPAK, apo operacioni kriminal ikona, se ja vjedhur 675 ikona, nuk ju vodhën koleksionistit Gjergjithimo, të kartelizuara, ju vodhën krishtërimit, kisha dhe objekte, kodikë, kisha Kuran, ishte kultura shqiptare, ortodokse, muslimane, bektasiane, po ti e mason, ti nuk do bashkjetesën fetare, paqësore në shekuj të popullin shqiptar. Prandaj po i them prokurorit të përgjithshëm të Shqipërisë, prokurorit përgjithshëm i Shqipërisë, jam koleksionisti Gjergjithimo. Kam folur 5 herë në këtë pedonale këtu. Kjo është krenari e Korçës, po si shiko Korçarë që, se dhe para 2 ditve, kur fola këtu, dikush tha, Korçarë nuk ka tha, s'ke as njeri, po atje kënduan, ju këndoj shpirti, presi të ri të Tiranës, dhe tha, Rama jepe Doreshe, Rama jepe Doreshe. Kjo është Korça, nuk është Korça e këtyre kafeneve, se këta kanë erdhur dhe ju nuk e dini. Edhe ajo që kishte bërë abësërë këtu, i nderuar i arkitekti Kriti Kalamata, Niko Beleshi e Baltosi, ja mori dhe shkronjat ja puti brapa, si që mori edhe patriotën shqiptar atje, në bashkia i futi më falë për shprehen, patriotën shqiptar i futi në vëtsen e Korçës. Dhe kjo është morali tonë, jo nuk është morali. Korça është e intelektualizmit, Korça është e vlerave, Korça është e qytetarisë, dhe Korça nuk është e Niko Beleshit, e Sotirashvilos, e një pjesë të policisë, dhe sidomos shërbimit informativ kombëtar shqiptar. Kam një akuzë direkte, shërbimi informativ i Korçës, kam një listë
që ju ka bërë të gjithë korçarëve që vinë në protestë. Shitet 85 veta. Ja ka dërguar mbretit Edvin Kristan Shraba. Nesër do ta publikoj. Kjo është Korça. Korça është që nuk e nje frikën. Korça është e vlerave. Korça është e artit dhe kulturës. Korça është që gjithmonë e mbyll thënien. Lumja ti moj korçalune, që i le pas shoqet e tua, si trimi në ballusune, ta pasim perje tua. A ka më bukur o korçar, o shqiptar, se ky turizëm kulturor edhe politik, kur të gjithë të shikojnë dhe dëgjojnë një kryeministër bandit që ka vjedhur shtetin me identitet tjetër. Një hajdut ikonash, një njeri që burgos një koleksionist të licencuar. I them ambasadës franceze, api kartat e Tiranës, mos e mbro atë njeri, mbro populli, mbro vlerat, mbro dignitetin. Korça ju do ambasada franceze, se ka atje liceu francez, po në qo e Tiranën që ka qenë i burgosur në Paris.